Dasma fillon të ejten. Ditën e ejten. Po, dhe vazhdon të ejten, të premten dhe shtunën. E djelën ishte e fundit, pastaj që ishte e djalit. Ditën e ejtet u hapte dasma, si të vajza dhe të djali. Bësha hapja e ceremonisë. Shkonin njerëzit, të uronin, apo jo tashë se me ato muzika shoqëruese, alegrinë, bravo, këngët e muzika, shkonte, vinte, kuptoti, vinshin të t'lagjes, bënin kërcenin e bënin. Kush me kostue popullore? Moj po, kërcenin si të vinte qefi? Dita e premte, ishte dita kur nusja dërgonte pajën që kështë bërë, pregatitu, tek e burri. Dhe me organizimin e kësaj, me eshin ato gratëm specifike të familjes, edhe i monin për valiqe, ato robët që kështë bërë vajza, duke hedhur oriz, që t'ju ecim barë, të vjen pjellorita, karamele, që presupozohaj që t'kishe marsi edhe bollik, në familjen ku të shkonte, vajza. Ideshin të valiqja. Pasi prekatiteshe kjo, valiqën bëlleshin, shikoheshin nga njerëzit e vajzës. Që qëfar ka bërë nusja, qëfar ka prekatiteshe. Po pa ja të shkonti që kur ishe e vogët, të thoshin mirë me merë që ndisë një gjë që ta kesh përpaj. Kusi nuk ka humbur akoma atë eficiencë. Rolin e vetë. Rolin e vetë, biles, në zonat në trevat e sipër Shqipërisë, dhe më thonë në Shqipërinë e Kosovës, absolutisht Kusi është një ndër personat më të punësuar. Të paguar, kemi patur më di një emisione që lidhë qifte. Po ta them statistikisht është rreth 5.000 euro një ndërmjetësim i kësaj natyre. Absolutisht që po. Po të zoti unë kam feju një 2 veta Po ja u garantoj që atje ke profesionist të cilët merren vetëm me këtë ndërmjetësim. Thuajnë qik mirë ta dëgjojnë ata që kanë fejuar unë edhe të vinë të më thellin. Të ti thellin, nuk është vonë asnjëherë. Po që ti vazhdojmë traditat. Ishte ndryrje e bukur gjithsesi. Ngarkoheshe paja i nusës, të premten dhe shkoheshe tek? Edhe shkonte tek burri. Të premten, të shtunën ishte dasme e nusës. Ditë e shtunë. I kushtoheshe vetëm nusës. Nusja bënte dasmen, që do ndashen nga prindrit, në shtëpia ku ishte lindur e rritur, edhe bëhesh kjo dasmë ceremoni për hatën e kësaj femre. Ditën e shtunë, nga ora 12 e natës, nga ana e djalit, zgjidhej një kryesi, prej 10 vetësh, maksimumi 10 vetë, maksimumi, 8, 7, për të ishin 9, ose 11, ose... Pra numër tek është ideja. Numër tek. Dhe kjo përfaqësi dërgoheshin. Pra që numrin çifte plotësonte nusja kur të merresh të mesën, me që t'ishte... Bravo. Po, ajo ishte. Dhe kjo përfaqësi shkonte tek dasme. E priste zoti shtëpisë dhe pas e krushit ta kuashën në fund. Vajza e kishin që e shoqëronte vllai. Mua më ka shoqëruar vllai. Deri dhe në dasmën time tek më fal. Tek burri dhe të hënën në mëngjes është ngritur.